që ndoshta ishte përpara Stuhis, ju thatë që kur të zgjohet Vlora do të tronditet Europa. Vlora u zgjua, nga atje nisi, por topin e pasoi në Tiranë. Normale që kur ndizet Vlora, unë kam thënë është barometri përcaktues si të gjitha situatave, Vlora përmbys perëndori. Dhe nuk është se unë e kam thënë të parët, e kam thënë brez pas brezi, Vlora nuk quhet Vlorë, por quhet Vlon. Dhe në momentin që Vlon do të thotë që barometri është çakoduar. Dhe realisht, ashtu siç kam thënë dhe para një muaji, nëse do të ndizet Vlora, do ta shikoni vetë se çfarë do të bëhet. Dhe po ju them që po ikin me shpejtësi të madhe, të paparashikueshme. Dhe kjo edhe realisht me një të drejtë shumë të madhe. Sepse thika këtij vendi i ka vajtur në palc. Po ajo në Vlorë ishte vetëm piknisja, pra duket sikur aty, sikur thuhet edhe shpesh këto ditë, domethënë që ishte ajo pika që e derdhi kupën. Por më tej aty ne nuk është se kemi parë diçka tjetër që të protestohet, e gjitha është zhvilluar në Tiranë. Shumë e qartë, por unë nuk jam politikan, dhe sepse duhet të jemi dhe realist, unë jam jurist, por sa arrit kuptoj unë, jo të gjitha gjërat vinë me njëherë. Do të vi pika e vit, do të vi një revolt e brendshme, do të ngrihet populli, do të jetë përkrahës të kësaj situate, pastaj do të krijohet edhe ajo forcë që do të marrë në dorë, sepse sot është quar rinia shqiptare. Nuk është problemi se është quar Vlora, por Vlora po e ndezi, por është quar rinia shqiptare sepse shikon një padrejtësi që i bëhet këtij kombi jo pak, po për 85 vite. Pra një padrejtësi historike. Dhe jo pa qëllim, unë e kam thënë dhe në intervistat të tjera me juve, jo pa qëllim ishte shfarosja kombëtare, shfarosja elitës kombëtare, shfarosja e burrave dhe që ishin me dinjitet, që kishin dhënë jetën dhe pasurinë për çështje kombëtare dhe goditja e tyre. Do të thënë nëse do bëni një analizë të kujdesshme që nga firmëtarët e pavarësisë, fati i firmëtarëve të pavarësisë cili ka qenë? Shkatim, burgosje, internim, shkatërim familjeve, pinove të tyre, pra eliminimi tyre. Po si ka mundësi bota firmëtarët e pavarësisë i ngrënë në majtë të piramidës, ndërsa ky shtet i ka masakruar dhe i ka përdosur, i ka denigruar në atë mënyrë aq të paskrupull dhe të pamoralshme sa që e deformoi dhe realisht arriti pika e vlimit sot. Kështu që detyrimisht gjërat do të vinë gradualisht. Unë mendoj se këtu do të krijohet një forcë, domethënë politike, sepse normale që do një udhëheqje, sa mendoj unë, aty do kthehet të shkruar një forcë politike. Kaloj ajo fazë që unë kam qëtën para një muaj, sot flasën në një fazë tjetër, do ketë një zhvillim tjetër, do të ketë, besoj sa arrit kuptoj unë, do ketë një forcë, një organizim perfekt të mirë studiuar, do të ketë ekspert të fushave të ndryshme, sepse nuk mundet, sepse kjo është periudhë tranzicionit, tani sot që të flasim është periudhë tranzicionit, le çfarë thotë kryeministri, nuk e lëshon. Leri këto i ka për të rezistuar, por absolutisht ai i ka ikur pushteti. Ai ndoshta nuk e kupton, ndoshta është në delir akoma, por pushteti ka ikur dhe ka mbaruar dhe ai është drejt hekurave. Do vi ora shumë shpejt, do ta shikoni vetë arrestuar, do ta shikoni vetë, do të gjykohet nesër për krimet që ka bërë këtij vendi, për tradhtinë që ka bërë këtij vendi e të tjerë e tjerë. Pra, do vi momenti ka marrë fund kjo punë dhe kjo është dava kohësh, ndoshta shumë shkurt. Pra ky revolucion në thonjza, ky revolucion i ngritur nga rinia shqiptare dhe i ngritur nga kombi shqiptar, sepse o zotëri, ju keni institucionuar lëvizje kombëtare. Lëvizje kombëtare fiks, sepse o zotëri, s'mundet të shpërngulësh ti kombin e të thuash që ne do të marrim të huaj. Kush je ti o zotëri që do të shpërngulësh kombin dhe të marrësh të huaj? Kush je ti o zotëri që do luash me trojet shqiptare? Kush je ti o zotëri do përcaktosh marrëveshjen e detit? Kush je ti o zotëri do të bësh? Kush je ti? Askush. Unë e kam thënë edhe herë tjetër. Ne jemi kalimtar më zotëri. Kalimtar në këtë botë. Dhe ne duhet i shërbejmë interesave kombëtare. Dhe nëse diskutohet qoftë 1 centimetër katror tokë, do të diskutohet me referendum kombëtar. Në askush kushtetar qoftë nuk ka të drejtë të luajë me interesat kombëtare. Pikë, dhe kjo është e prerë. Mirë, po këta kanë abuzuar dhe e quajnë se, domethënë padrejtësinë e tyre e quajnë e kanë të drejtë. Dhe a ka arrit në këtë pikë vlimi,
ku kombi i shtuar dhe nuk ka më kthim pas. Unë e shikoj të rëndë të qeveri, po unë diskutoj periudhën e tranzicionit dhe krimin e një qeverisë teknike për zgjedhjet e reja dhe zgjedhjen e elitës kombëtare. Ky vend ka interes të drejtohet nga elita kombëtare. Dhe do të po vjen ora, për mua po vjen sekonda jo ora, sepse para pak kohë do të vi ora dhe këtyre dhe me të drejtë ja thuhet sot. Sot flasim me 150.000 protestues dhe po shtohen dita ditës, po vinë nga diaspora, po e shikojnë për një nevojë të madhe kombëtare, o sot po kur. Kështu që kjo situatë sot ka marrë dhe unë them kësaj rinie, kësaj lëvizje të fuqishme, them i bekoft Zotit, sepse po japi një frije shprese, sepse po shkëmbtarizohet, po shpopullohet vendi me zotëri. Po ikin, po zbrazet kombi, po kush jep timësh, si e pronari i Shqipërisë më zotëri të bësh si të duash. Ti je një administrator. Po si mund të ketë fat ky komb? Një shtëpi, si mund të ketë fat kur e vjet i zoti i shtëpisë? Po një komb kur e vjetën administratorët. A mund të ketë fat? Po s'ka fat. Pra, kjo lëvizje zotëri është zemërimi popullor dhe nuk është tani sot, kjo ka qenë nga 41-shi. Gjithë planifikimi për shurjen e kombit shqiptar ishte nga emisarët jugoslav, të cilët ndërtuara të parti terroriste, e cila eliminoi gjithë elitën kombëtare, i fytyroi, i burgosi, arrestoi dhe denigroi gjithë që ngritën kombin, ata që paguanin lek për pavarësinë e këtij kombi. Pra, edhe sot arriti kulmi, pra sot tamam ajo Shqipëri e re. Sot flasim me një frym tjetër dhe shpresoj shumë që ky vend e ka marrë atë drejtim dhe falenderoj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët na kanë, jo vetëm na kanë kombëtare, por na kanë shpëtuar në ditët më të rënda historike të këtij kombi. Dhe unë i falenderoj shumë, jam shumë i njohës përjetësisht këtij shteti të madh, këtij shteti fisnik që neve na ka qenuar në krah. Zoti Pasaj, por ka dhe një tjetër këndvështrim që kaq shpejt kjo protestë organizuar u përhap, u bë masive, edhe falë ndërhyrjes së agjenturave të huaja. Shiko, kjo është, nuk po them që